turizmos. Në Amsterdam është mbledhur ai Këshilli i Lartë i NATO-s, ku të gjithë kryeministrat ose presidentët e vendeve që bëjnë pjesë në aleancën e madhe ushtarake politike, 32 vendeve, dhe plus Bashkimin Evropian edhe i ftuar ishte edhe Zelenski, bën fotografinë e çastit edhe sigurisht gjithë vëmendja ishte rreth presidentit Trump. Tash me sa duket në Evropë u bindën që presidenti Trump në atipizmin e tij, në mënyrën e tij të zgjidhjes problemeve, sigurisht që ka një forcë të tillë bindëse, e cila në fund fundit mund të vendosë edhe paqen. Dhe për këtë pikë është e vlefshme që të mendosh për rëndësinë që ka edhe ajo që propozon. Lëvizjen drejt atij 5%, që këtu e ka hallin presidenti Trump. E natyrisht aty të gjithë ftuarit, sidomos në darkën mondane, në puthjen e duarve, të femnave nga Makaroni, nga dëgjimi me vëmendje ose bisedat që presidenti Trump ka me Erdoganin, ose në përgjithësi fuqia e këtyre të fortëve të globit për sa i përket ushtrisë, luftës ose mbrojtjes, po themi, ka të bëjë dhe me atë filozofi politike e cila në ndryshim nga vitet e dikurshme, të një paqe dhe të një momenti i cili sigurisht vinte nëpërmjet bisedave dhe kompromiseve nga më të ndryshme. Tashti në Evropë shikohet edhe me një sy tjetër. Shikohet me pikërisht këtë atipizmin e presidentit Trump. Ai nuk do të dëgjoj shumë formula dhe po themi marrëzi si i quhen evropiane. Do të dëgjoj edhe do të shikoj akte të cilat janë konkrete. Edhe akt konkret, Donald Trump i thot, ku nuk merr vesh ato 3 bombat e mëdha i Iranit, dhe pastaj detyrimin për të bërë paqe midis Iranit edhe Izraelit, sepse sigurisht këto dy vende mund t'i vëjnë zjarrin lindjes largët dhe lindjes mesme. Mund t'i vëjnë jo zjarrin, po mund të hedhin erë edhe komplet planetin. Në këtë rast, nëpërmjet forcës imponohet pastaj edhe paqja. Dhe deri diku kjo është e besueshme, nuk është se nuk është bërë dhe herë tjera. Veprimi në një farë mënyre dikush po më thotë ndjes si tregtar. Në fakt Donald Trump, presidenti Trump, është biznesmen. Dhe normalisht ai do që të fitojë gjithmonë, por nuk mund të jetë kurrë vrasës. Këtë tash unë e kam bini, ai do që ta mbarojë luftën. Nuk mund të ketë gjithmonë biznese që i ushqen me luftën. Lufta mund të ushqejë edhe paqen dhe paqja luftën. Problemi është që të zgjidhet, vendoset paqja. Nuk ka dëshirë që të ketë luftë. Absolutisht nuk ka dëshirë që të ketë luftë. Dhe kjo vërtetua me Izraelin. Erdhi një raket gabim iraniane, Izraeli donte të përgjigje, në një moment që ishte shpallur armë pushimi nga Trump, dhe ai tha, shiko mos e bëni këtë gabim se pastaj do armiqsoheni me ne. Dhe duke sakrifikuar në këtë rast, e them thoj za Izraeli, duke mos u përgjigjur, paqja u garantua. Në këtë mes, edhe ai 5% që është i justifikueshëm, dhe kjo është të furnizosh edhe në biznes industrinë e luftës. Sepse do prodhosh armë, sepse do paguash, dhe ja ju dhe edhe atyre hapësirën e duhur, por ndërkohë ke siguruar paqen. Kjo është filozofia e tij, kështu është. Nuk mund të shkojnë gjithmonë me broçkulla, tolerim, lëshimi dhe forcimi të atyre të cilët sigurisht nuk i mban nesër në kontrollin e duhur. Kjo ishte e para. E dyta është urdhri ekzekutiv i Trumpit për të zgjatur dhe të mbajtur akoma më të rënduar të gjitha ato non gratat e famshme, të gjitha ato urdhra të dikurshme të gjithë administratës amerikane për Ballkanin. Dhe normalisht janë ata që ndikojnë edhe prishin raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe vënë rreziqa të minojnë demokracinë dhe korrupsionin e theksuar, thelluar. Janë të shprehur në urdhrin ekzekutiv të presidentit Trump për Ballkanin. Dhe sigurisht në Ballkan bën pjesë edhe Shqipëria, dhe sigurisht në Shqipëri bën pjesë edhe Partia Demokratike, dhe sigurisht në Shqipëri bën pjesë edhe Sali Berisha, sekretari i Partisë Demokratike, i cili është non grata, dhe që sigurisht ka paguar $750,000 për të lobuar për t'ia hequr. Dhe ndërkohë administrata, po jo Ministria e Jashtme, sekretari i Shtetit Marco Rubio, po presidenti Trump,
shtyn edhe forcon me një urdhër ekzekutiv, pikërisht këto lloj urdhras janë vënë në dikushmen dhe midis tyre janë dhe longratat. Tash Sali Berishës i ikën 750.000, i ikën Shkelzenit edhe Argitës, masiv kanë ikë edhe këtyre majmunëve tjerë, ati çfarë ishte ai Bojaxhiu? Bojaxhi nuk ishte ai mekanik, e di çfarë ishte? Ai që do t'i dhuronte 6 milion. Kontrata e famshme për t'i hequr longratën Sali Berishës. Ndërkohë urdhri i presidentit Trump është të forcohet të zgjatet minimumi dhe 1 vjet me masat ashpra. Pastaj do të shifet step by step. Pra e rëndon akoma më tepër. Dhe këtu duket edhe syqorllëku e atyre që shkojnë mrapa Sali Berishës dhe marrëzit e një plaku i cili s'di të shërohet kurrë. Dhe nuk ka për të shëruar kurrë derisa të ketë frymë. Por në fundit parat e atyre që kanë nxjerrë pa mund janë dhe të shkojnë të harxhohen. Ideja që me ato pare dhe me ato fitore duhet të vazhdosh gjyqin ke spaku dhe të kuptosh mirë se shnoll dhe me atë 21 dhjetore në klubin Partizani, po dhe me shumë horleqe tjera të cilët familja Berisha i ka bërë për 35 vjet rresht në Shqipëri. Urdhri i presidentit Trump forcon akoma më tepër, shtyn akoma më tepër më gjatë bindjen për kontroll për të gjithë nongratat e Ballkanit. Dhe një nga ato nongratat e Ballkanit është edhe Sali Berisha. Tjetra është aktori Xhevdet Jashari, i cili çon një problem të madh të thekshëm në Kosovë sot. Në marrëzinë e ri-jugoslavizimit dhe neo-jugoslavizmit të Kosovës, të agenturave të lëna prej kohës, të marrëzisë, të çmendurisë të jashtëzakonshme të një destabilitetit politike dhe moral që ka sot Kosova, po themi, ai çon një problem jashtëzakonisht madh. Thot mos përmendni, më mirë thoni serb se kosovar. Sepse sigurisht fjala kosovarës fjalë serbe, Kosova dhe Metohia janë përdorime serbësh. Edhe aty kanë edhe qëllimi. Kurse në të vërtetë fjala kosovar mohon fjalën shqiptar. Edhe me anë të disa majmunëve që janë edhe në Prishtinë. Sigurisht cilët kanë tentuar dhe ngacmojnë shoqërinë kosovare në destabilitetin e saj tash post jugosllavisht edhe post luftës dhe krijimit të shtetit të parë, duan që të bëjnë shtetin kombë të parë kosovar, që nesër pavarësisht fjalëve dardane, këto janë marrëzira, s'kan për të mbritur kurrë asnjëherë, të shkosh në kohën e ilirëve. Po të bësh kombin kosovar, do të thotë që ti nisës edhe një herë ri-jugoslavizimin e Kosovës. Domethënë që ti bësh gati nesër serbët që të thonë, shiko, ata torët janë, shiko çfarë thonë, ky është. Dhe sidomos është një akademizëm i përshurdhnuar i serbëve për çfarë komi shqiptar. Këtu është që nuk jam shqiptar, po jam kosovar, domethënë që jo vetëm që të dobësosh kombin, por dhe të krijosh pastaj premisat për ta ndarë në mënyrë definitive atë. Dhe këto premisa janë në Kosovë sot, sepse sigurisht aty veprojnë jo vetëm agjenturat, po edhe parat, edhe si them tash, fuqia e madhe ish jugoslavizmit, i cili kërkon sot ri-jugoslavizëm. Nuk mund të them ri-serbizëm, sepse atë nuk e përmendit se është si etalon mase për të qenë i keq. Në Kosovë kështu e kanë. Domethënë Dunet Shah e thonë serb. Vllai Vučićit e vllai ti thush një fjalë për shembull, ti je serb, je me Vučićin, je me serbët, ti je kështu, ti je ashtu, është zakon. Në Kosovë është zakon, ka qenë zakon edhe këtu, është marrëzi e tillë, luajnë mendsh. Shqiptarët shajnë serb njëri tjetrin. Shqiptarët kanë një zakon, shajnë serb njëri tjetrin. Kaq të mrapsht janë, por Xhevdet Jashari ka një drejtë, thotë mos thoni kosovar, thoni shqiptar. Është në plotësisht të drejtë të historisë, plotësisht të drejtë për kombin shqiptar. Tjetër, neni i famshëm Basha i Sali Berishës. Normalisht ai shpiku një nen. Nuk e shpiku ai se ekziston kudo ke Partitë Demokratike,
që ku shumë zgjedhet duhet ta lirojnë, mos e liroft me vetdijen e tij politike, gjë që ka të bëjë pastaj me mungesën e demokracisë edhe të lirisë edhe kulturës politike në shumë vende, si joni për shembull, s'ka kulturë politike në mënyrë të tillë, që ti ta nish veten keq, se ke humbur zgjedhjet e thotë tash po iki. Atëherë shpiken nenet, të cilat të detyrojnë të ikësh. Edhe kur humb zgjedhjet, normalisht duhet t'japësh dorëheqjen. Dhe këtë nen e quajti Basha Sali Berisha, e imponojnë Partinë Demokratike që kush humb zgjedhjet do t'iki nga kryetari i partisë, bile s'ka drejt kandidojë për zgjedhjet e tjera. Dhe ky nen nga Sali Berisha u shpall si neni Basha. Për çfarë ndodhi? Duke e ditur që ai do humbi, futet në zgjedhje, i garanton, pastaj shkon puna për të mos i pranuar, si e zakonshme atij, pastaj shkon puna duke thënë që shiko, zgjedhjet janë vjedhur pa hyrë në kuti, votat janë vjedhur pa hyrë në kuti, dhe pastaj janë vjedhur edhe duke hyrë në kuti. Dhe normalisht kjo pastaj e bën Sali Berishën thotë që unë nuk jap dorëheqje se më kanë vjedhur zgjedhjet. Tashti, ajo duket sikur kjo është e zakonshme e tij, edhe këtij burri kaq të ndershëm që ka shpikur kombi shqiptar. Këtij burri politikisht të lindur në vitin 1968 me Enver Hoxhën dhe me gjithë diktaturën e proletariatit të tij dhe luftën e klasave të tij. Bile është futur në kohën e kulmit të dashurisë, në kohën e revolucionit kultural proletar, në kulmin e dashurisë për Kinën. Në kulmin me dacibaut e famshme, e fletrufet e famshme, edhe me kontrollin e klasës punëtore. Të shkuar për 22 vite rresh deri në vitin 1990, i përgdhelur i diktaturës deri në ato vite, i studiuar nga diktatura, i çuar në shkollë, i çuar në Francë, i propozuar në shumë forume, i propozuar për sekretar partie dhe ka bërë sekretarin e partisë, dhe sigurisht ky njeri tash pretendohet për këto 35 vite, ka ngrënë më tepër shok të tij, duke i përjashtuar, pastaj duke i marrë, pastaj duke ndonjëherë duke e çuar në botën tjetër, po kjo është barçalet, do thashë e them, nuk mund vërtetohet. Problemi qëndron këtu që atënen që e quajti Basha nuk do ta zbatoj kurrë vetë, sepse ky nuk i humb kurrë zgjedhjet. Edhe ata që e ndjekin mbrapa kanë leverdi që ky mos i humbi zgjedhjet sepse e ndjekin pikërisht mbrapa. Ata kanë një vend në partinë e këtij njeriu që është parti Pron, dhe që ky nuk mund t'japi dorëheqje nga prona e tij. Ky sa tjetë gjallë nuk ja lën as Argitës, se ndoshta ose Shkelxhenit, se ndoshta mund të ishte një parti më ndryshe. As atyre s'ka për të lënë kurrë. Këtë po ju betohem unë që s'ka për të lënë as Argitës. Jo se nuk beson, por nuk ka për të lënë. S'ka për të lënë se është ky. Ekziston ky që ekziston partia e tij, ekziston ky që ekziston familja e tij, se gjitha i bën për këtë familje. Por ky do veten. Domethënë do që të jetë ky. Dhe normalisht që ky neni i famshëm Basha nuk do të zbatohet nga një njeri. Ai nuk ka humbur. Ati ja kanë vjedhur. Edhe kur hapen votat, shef që partia e tij ka vjedhur më tepër se të gjithë. Është hajnja më e madhe që ekziston në partitë shqiptare. Kur hapen kutit, del që Partia Demokratike ka vota jo të sajat më tepër se të gjithë partitë tjera shqiptare. Partia e Sali Berishës, kur hapen kutit, vërteton që ka vota më tepër të padrejta, sigurisht, të padrejta se të gjithë partitë e tjera, përfshirë dhe Partia Socialiste. Dhe kjo është Partia e Sali Berishës. Ata kanë vjedhur njëri tjetrin, edhe ky t'japi dorëheqje. Kanë vjedhur në çdo forum që është bërë një zgjedhje, po themi, në Partinë Demokratike, ata kanë manipuluar dhe vjedhur votat e njëri tjetrit. Ata kanë sulmuar njëri tjetrin me huj. Ata kanë përjashtuar njëri tjetrin, e kanë fshkëllyer njëri tjetrin, e kanë denigruar njëri tjetrin. E kanë sharë njëri tjetrin, e kanë linçuar njëri tjetrin, politikisht dhe fizikisht. Dhe kjo është Partia e Sali Berishës. Si mund t'japi Sali Berisha dorëheqjet nga kjo parti? Ajo ekziston vetëm se ekziston Sali Berisha. Nesër, nëse Sali Berisha nuk do jetë, ai e pas jetë e shnet, sepse sigurisht do t'i leverdis shumë edhe Edi Ramës, ajo partia ashtu është. Në këtë lloj forme është organizuar. Gjithmonë
do të humbi, gjithmonë do të thotë që mi vodhën votat, edhe pa hyrë në kuti, edhe kur hyrë në kuti, edhe do rezultoj që ajo ka vjedhur vota nga gjithë tjerët. Kanë vjedhur votat e njëri tjetrit, ka marrë vota si parti, ka marrë votat e të vegjilve, të mdhejve, i ka grumbulluar dhe i ka aty. Në 45 kuti kishte 400 vota më tepër. Për çaj duheshin nëse i ka marrë, ti kem. I ku si duheshin gjë? Po jo, janë mësuar. Janë mësuar më ti kem më tepër, thot. Nuk e di, duket si sigurisht sukses, si kumbullat e komshies. I ka, sa kumbullat vetat, i ka edhe pemën, jo shkot vjedhje atyre, kot. Është natyrë folk bolshevike e Sali Berishës që transmetohet mësane në mënyrë të plot edhe të qartë edhe ke partia e tij. Sepse Partia Demokratike në qanë Sali Berishës, hajnë, është rëndësake, rënd gjithë ditën, rënd Sali Berisha, rënd dhe Partia Demokratike. Fitova, kanë humbur, janë shem drum, kanë humbur në mënyrë tragjike, kemi fituar. Në mos të thoshin, kemi fituar, thonë na vodhi ai. Dhe ja lejnë ati populli, shumë inteligent, ai që i ndjek mbrapa, që të dalloj vetore, kam humbur, më kanë vjedhur, çka ka ndodhur me mua. Këta arrin besojnë se me të vërtet është vjedh kjo parti. Kjo është hajna më e madhe e Shqipërisë. Ata militant majmunlleku i tyre besojnë, jo, na kanë vjedhur socialistat, janë specialista, na ka thënë Pjetër Arbnori, këta nuk janë socialista, këta janë realista. E kanë filozofi të jashtëzakonshme, janë dhe zgjuar, e kupton, edhe janë. Dhe normalisht këta specialistat, socialistat janë komod me një Albin Kurti u thote kolegëve të tij opozitar hajvanat dikur zgjedhje dhe tash i vazhdon hajvanatizmi, ka një 6 muaj dhe nuk zgjedhin as qeveri, as parlament, as kur gjë është. Kosova, domethënë është demokracia më e madhe e Ballkanit, të shpall Kurti. Absolutisht shteti më demokratik i Ballkanit. Me që ka Kurtin, Kosova kështu është. Por nuk ka zgjedhur ada parlamentin, nuk janë fut normal për forumet e parlamentit. Një drejtues parlamenti vazhdon se qeverinë e ka, parlamentin sillet kot në sikot, qeveria vazhdon punën e vet, është i vetmi vend në Ballkan i cili ka qeveri mas zgjedhjes, po pa konstituim. Është fantastike. Dhe ai u thote hajvanat atyre. Dorsa këta janë majmunat, këta tonët. Dakor? Ta që sigurisht imitojnë një delirant, një person politik i cili ka marrë zvarr Shqipërinë për 35 vite dhe do ta marrë zvarr edhe për sa vite të ketë jetë. Nëse Sali Berisha do të shkojë 100 vjet, deri në 2040 ky vend do të shkojë zvarr. Politikisht e kanë fjalën se tjerë ta zgjidhin problemin, kush i pyet këta. Problemi është që politikisht do të merren me Sali Berishën, kanë brum buk për të marrë televizionet, me të jetojnë. Po shkojnë në Mars Sali Berisha me pushime, ata s'din ç'a të bëjnë, vdesin televizionet e Tiranës. Çofin mor ata që merren me analiza. Edhe unë këtu s'do të flas, do të më asgjë, hiç. Ore, do të gjeni një moment tjetër, në fjalë tjetër, s'mund të merrem dot me të. Këto tjerë s'bëjnë dritë, ja fusin kot, që me thanë, kështu që bie edhe çështja e medias. Dakor, miqtë e mi, këto ishin për sot. E kalofshi mirë.